Po, e qartë. Mirë, Gerda, më fut pak tek programi se unë e di që ty të dhem fort për fshatin. Në fakt, a keni risi, ka risi programi i nisur Shqipëria Bullën? Vlerësimi i prodhimit vendas, duhen patjetër që të vlerësojmë prodhimin e vendas. Ne jemi fokusuar kohët e fundit tek turizmi, në një kohë kur gati 80% e produkteve që konsumojmë për ditë, e ushqimeve janë produkte që vijnë nga jashtë. Kështu që si mund të kemi një turizëm të shëndetshëm në rast se ne nuk vlerësojmë prodhimin vendas, zhvillimin rural, bagtit, të prodhojmë, pastaj të konsumojmë, sepse ne turistët nas vinë për atë çka gjejnë këtu dhe nuk e gjejnë në Serbi. Kupton? Dhe patjetër që subvencionimi dhe vlerësimi i këtyre faktorëve është fokus kryesor. Unë vërej në përditshmëri janë disa ligje të hartuara, për shembull është një ligj që ka të bëjë me kontributin, pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të grave që jetojnë në fshat. Një grua që jeton në fshat nuk mund t'i paguajë këto në rast se nuk ka tokë në pronësi. Dhe ti e di se si është problemi i tokës në pronësi, jo vetëm në Mirdit, që ka shumë pak toka të punueshme, por në gjithë Shqipërinë.